52 masa sigurie u lëshuan nga autoritetet italiane dhe ato shqiptare gjatë një mega operacioni për goditjen e trafikut ndërkombëtar të drogës që organizohej nga një grup kriminal me qendër në Durrës. Mes personave të arrestuar janë edhe punonjës policie, avokat, pronar biznesesh, si dhe zyrtar të tjerë. Demokrati Sali Berisha thot se opozita nuk mund t'i pranoj kurrë zgjedhjet e 11 maj dhe askush nuk mund t'i imponohet për ta bërë këtë. Ai akuzon kryeministrin Rama se po bën përpjekje banditeske për të ndërhyrë në raportin e Odirit. Turizmi në vend vjon të jap sinjale pozitive dhe jashtë sezonit veror, çka vëret edhe tek arritja e numrit vizitorëve. Për ekspertët kjo tregon për një turizëm që zgjat përtej verës dhe të qëndrueshëm. Partitë politike në Kosovë dështuan për të 19 herë për konstituimin e kuvendit, teksa palët vjojnë të fajsojnë njëra tjetrën. Prishtinën pritet ta vizitojë nesër shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas, e cila do të takohet me krerët e forcave politike. Papa Leoni XIV ofrohet të ndërmjetësoj për paqen mes Kievit dhe Moskës. Ati i shenjtë është i gatshëm të pranojë propozimin e Trump, i cili sipas mediave amerikane duket se po tërhiqet nga përpjekjet për arritjen e paqes në Ukrainë. Interes i lartë nga tifozët shqiptar për të ndjekur në stadium sfidën mes Shqipërisë dhe Serbisë. Vetëm në javën e parë të hapjes së rezervimit të biletave janë regjistruar plot 50.000 aplikime. Ndeshja do të transmetohet edhe në televizionin Klan. Zbulohet në manastirin e Shënmërisë në Ballç një thesar i vërtet për historinë. Arkeologët kanë gjetur 47 monedha të ndryshme që i përkasin shekullit të 13 dhe që pritet të hedhin edhe më shumë dritë mbi periudhën mesjetare të kësaj zone. Ju përshëndes, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni i lajmeve të orës 15:30 minuta. 52 masa sigurie u lëshuan nga autoritetet italiane dhe ato shqiptare gjatë një mega operacioni për goditjen e trafikut ndërkombëtar të drogës që organizohej nga një grup kriminal me bazë në Durrës. Mes personave të arrestuar janë edhe punonjës policie, avokat, pronar biznesesh si dhe zyrtar të tjerë. 52 urdhër arreste u lëshuan nga autoritetet shqiptare dhe ato italiane në kuadër të një hetimi të përbashkët për goditjen e trafikut ndërkombëtar të drogës mes dy vendeve, por jo vetëm. Është arritur të jepet një goditje e rëndësishme një prej grupeve kriminale më të fuqishme në Shqipëri, për të cilin ka dyshimet e forta se ishte i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogave të fortave dhe në pastrimin e parave. Operacioni mes autoriteteve shqiptare dhe italiane u krye në bashkëpunim të ngushtë me SPAK, Drejtorisë Hetimore Antimafia të Barit dhe autoritetet shqiptare me ndihmën e Interpol dhe Eurojust. Për hetimet e zhvilluara, SPAK tha se ka patur takime dhe me përfaqësues të DEA-s amerikane, teksa shtoi se operacioni është koordinuar dhe me të dhënat e përftuara nga zbërthimi i platformave të komunikimit si Sky dhe Encrochat. Konkretisht në vendin tonë u lëshuan 29 masa sigurie, ndërsa 22 të tjera në shtetin italian, ndërkohë për një shtetas ka urdhër ndalimi nga gjykata posaçme. Pavarësisht ne jemi referuar një grup i strukturuar kriminal, ne kemi parë që ka patur një organizim me fill kriminal, 3 në ndarje të tjera, të cilët kishin aktivitetin kriminal nga vendet e Amerikës Latine në drejtim të Evropës apo në Itali dhe në Shqipëri. Mes personave të arrestuar janë dhe punonjës policie, avokat, pronar bizneses si dhe zyrtar të tjerë. Këta persona janë përfshirë në veprimtari kriminale që është zbuluar nga SPAK gjatë hetimit të grupit të trafikut të drogës. Për këtë grup që si bazë kishte qytetin e Durrësit, janë dokumentuar dhe 40 raste të trafikut të drogës gjatë viteve 2020-2025 drejt Italisë, Shqipërisë dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Pra është dokumentuar i gjithë cikli i lëvizjes së lëndë narkotike nga vendet e origjinës në drejtim të Shqipërisë apo vendet tjera të Bashkimit Evropian. Dhe janë dokumentuar mbi 30 episode të qarkullimit të parave nga Italia apo vendet tjera të Bashkimit Evropian në drejtim të Shqipërisë në një vlerë prej afro 5 milionë euro. Por si hynin në Shqipëri paratë e përfituara nga trafiku drogës, prokurori italian Ettore Cardinali tregoi më tepër detaje nga hetimi. Për sa i përket flukseve të parave, kemi arritur bashkë të vëzhgojmë dhe filmojmë kur personat nga Italia ja besonin parat agjensive të transportit që vinin në Shqipëri. Edhe ky aktivitet për eliminimin e vështirësive në kufi ka lejuar të kryeshin lokalizime me GPS dhe vëzhgime transkufitare. Fluksi i parave është kuptuar nga të dhënat e çateve. Në fotografitë në celular kishte përveç lëndëve narkotike edhe para. Kishte edhe letra të shkruara me dorë të dhënave financiare të grupit.
Këto para të përfituara nga aktiviteti kriminal sipas dosjes hetimore me 1353 faqe vinin nga Shqipëria e më pas pastroheshin përmes investimeve. Nisur nga këto dyshime, në vendin tonë u sekuestruan 3 restorante në Durrës, 1 bar kafe, 6 shoqëri tregtare dhe 1 televizion në qytetin e Vlorës, në pronësi të emrave të personave të arrestuar, mes të cilëve personazhe të njohur të botës së krimit, të cilët vijojnë të jenë ende në kërkim. Për detajet të tjera nga operacioni ISPAK dhe prokurorisë italiane, kemi në këto momente në komunikim të drejt për drejt gazetaren Bleona Metushi. Bleona, prej sa kohësh vepronte ky grup kriminal dhe si ranë në gjurmët e tij autoritetet italiane dhe ato shqiptare? Anjola, nga hetimet e kryera nga autoritetet italiane dhe ato shqiptare kanë dalë të dhëna që ky grup kriminal ka funksionuar si i tillë në trafikun e lëndëve narkotike të kokainës, heroinës, por edhe kanabisit nga Shqipëria drejt shtetit italian, por edhe nga Amerika Latine drejt vendeve të Bashkimit Evropian që për vitit 2016, e megjithatë hetimet kanë arritur të dokumentojnë episode të këtij trafiku vetëm nga viti 2020 deri në 2025, ndërkohë kanë nisur hetimet fillimisht të ndara për episode të ndryshme të cilat janë goditur kryesisht në shtetin italian dhe më pas përgjimeve telefonike dhe ambientale të kryera nga hetuesit, fillimisht nga prokuroria italiane, por më pas duke ngritur dhe një grup i përbashkët hetimor me prokurorinë e posaçme, është arritur të identifikohet se këto grupe kriminale ndërvepronin me njëri tjetrin në trafikun e lëndëve narkotike. Gjithashtu një ndihmë të madhe këtyre hetimeve i ka dhënë edhe komunikimet e zbardhura nga ana e aplikacionit Sky, komunikimet të cilat kanë dhënë dëshmi dhe prova shtesë për episode të cilat ishin duke u hetuar nga ana e 2 prokurorive, nga ana tjetër gjithashtu ashtu sikurse u pranua edhe në konferencën e mbajtur gjatë ditës së sotme nga autoritetet italiane dhe ato shqiptare, edhe bashkëpunëtorët të drejtësisë. 3 të tillë kanë dhënë ndihmën e tyre në identifikimin e antarëve të këtij grupi kriminal, por edhe mënyrën se si ata funksiononin. Në mesin e tyre, një nga bashkëpunëtorët e drejtësisë është edhe Nureddin Dumani, ky i fundit i bërë bashkëpunëtor drejtësie në vitin 2022 dhe ashtu sikurse ka rezultuar nga hetimet e kësaj dosje, ka dhënë të dhëna të rëndësishme për identifikimin e personave të cilët konsiderohen se të rëndësishëm në këtë grup kriminal dhe për mënyrën dhe kohën e nisjes së funksionimit të tij. E qartë, Bleona, të falenderoj për informacione që solle. Partia Demokratike nuk e njeh rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Në një dalje nga Selia Blu, Berisha tha se ky proces ishte i kriminalizuar me urdhër të kryeministrit Rama. Ai tha se krahas Bashkimit Evropian, raporte sensibilizuese Partia Demokratike ka dërguar edhe në Shtetet e Bashkuara. Sali Berisha priti mbylljen e numërimit të votave për diasporën, për ta thënë prerazi se Partia Demokratike nuk i njeh zgjedhjet e 11 majit. Zgjedhjet të tilla nuk mund të pranojnë. Kur nuk mund ta imponoj kush ne të pranojmë këto zgjedhje. Kur demokrati paraqiti prova që sipas tij faktojnë kriminalizimin e votës së emigrantëve. Në Tiranë janë numëruar 1300 më shumë, Fier 1000 zarfa më shumë, në Kukës, në Shkodër janë shtuar të ndihmojnë partinë. Berisha shpjegoi skemën se si funksionoi sipas tij mekanizmi i manipulimit. Segmenti shqiptar i DL-s funksionoi krejtësisht sipas porosive të qeverisë dhe të Edi Ramës. Magazinat e postës shqiptare, lukunia e patronazhistëve ribëri nga e para votat si çdeshi. Të gjitha provat tha se ja ka vënë në dispozicion jo vetëm kancelarive europiane, por edhe SBA-ve, siç është ky raport që mban datën 16 maj, i dorëzuar pranë Departamentit të Drejtësisë Amerikane nga kompania e tij e lobimit Continental Strategy. Po sensibilizojnë komunitetin ndërkombëtar për farsën zgjedhore që ndodhi me 11 maj. Grupi kriminal në Durrës i goditur nga SPAK-u dhe antimafia italiane për kreun e opozitës është dëshmi e përfshirjes së bandave në zgjedhjet e 11 majit. Ervis Doçi apo famozi Poja ka gjithçka me licencë të Edi Ramës. Ai ishte patroni i portit dhe natyrisht i zgjedhjeve të gjithave. Matriksi vazhdon të funksionojë. Porti është dorëzuar Troplinit. Ndaj dhe u njoftua Tikaj. Pa komentuar nuk la edhe tërheqjen e kandidatëve socialist nga ankesat për votat. Po është i aftë dhe i flakër dhe gjysmë grupit parlamentar për oltën shëshela fam.
Të njëjtën pasdite do të mbahet në Bruksel konferenca e 5 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian. Grupi negociator shqiptar do të drejtohet nga Ministri i Punëve të Jashtme në takimin që do të shënojë hapjen e grup kapitullit me numrin 3, i cili lidhet me konkurrueshmërinë dhe rritjen gjithëpërfshirëse dhe ku përfshihen 8 kapituj që lidhen me këto çështje. Qeveria ka deklaruar ambicien që brenda presidencës së Danimarkës, që e merr drejtimin nga data 1 korrik, të çelen edhe 2 grup kapitujt e fundit. Agenda e gjelbër e konektiviteti qëndrueshëm, si dhe burimet, bujqësia dhe kohezioni. Hynë në fuqi vendimi që qeveria mori përpara zgjedhjeve të 11 majit në lidhje me faljen e masave administrative të pa ekzekutuara. Në fletoren zyrtare janë botuar procedura që ndiqen nga institucionet për fshirjen e gjobave ndaj individëve dhe subjekteve të cilët janë penalizuar nga data 1 janar 2015 deri më 30 nëntor 2024. Ato përfshin masa administrative të vendosura nga Policia e Shtetit, Policia Bashkiake, IKMT, AKU dhe Inspektorati Shtetëror Shëndetësor ndaj individëve apo bizneseve, por që janë të pambledhura. Më konkretisht bëhet fjalë për ato masa administrative të vendosura për kryerjen e ndërtimeve pa leje për qëllime banimi, ose të aktiviteteve bujqësore në zonat rurale, si dhe për shkelje të rregullave të pandemisë COVID-19. Apeli i gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në fuqi masën e arrestit me burg për shefin e Komisariatit Policisë Rrugore Tiranë Roven Zeka. Gjykata ka zbutur masën nga arrest në burg në arrest shtëpie vetëm për shefin e hetimit të aksidenteve Sokol Novaku, kjo për shkak të rrethanave familjare. Vendimi u mor nga gjyqtari Engert Pëllumbi. Sipas prokurorisë, 2 zyrtarët e lartë dhe oficeri i Policisë Rrugore Edison Tabaku kanë marrë rreth 2.000 euro rishfet për të favorizuar një drejtues automjetit përfshirë në një aksident me 5 të plagosur. Turizmi në vend vijon të jap sinjale pozitive edhe jashtë sezonit veror, çka vëret dhe në rritjen e numrit vizitorëve në strukturat akomoduese. Për ekspertët, kjo tregon se sezoni turistik në Shqipëri po zgjatet për te verës dhe interesimi për destinacione të reja po rritet. Turizmi në Shqipëri po shënon arritje të qëndrueshme dhe jashtë sezonit veror. Sipas të dhënave të Instat, në muajin mars 2025, numri i vizitorëve në strukturat akomoduese u rrit me 21.9%, krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë. Sipas ekspertëve, këto rezultate tregojnë se sezoni turistik në Shqipëri po zgjatet për te verës dhe interesimi për destinacione të reja po rritet. Pritet që të jemi diku ndoshta 7 deri në 10% më shumë se sa viti i kaluar. Ajo çka po e promovon më shumë Shqipërinë është imazhi i sigurisë dhe stabilitetit që po jepet nga këto organizime që vijnë kryesisht nga Bashkimi Evropian. Rritja e qëndrimeve nga vizitorët e huaj shihet edhe si sinjali i forcimit të turizmit si sektor strategjik i ekonomisë shqiptare. Ajo çka duhet të shohim me më shumë prioritet është fiskalizimi, një sistemim i të gjithë strukturave kryesisht akomoduese, restoranteve, transportit. Referuar Instat, numri i qëndrimeve është rritur me 30.8%, duke treguar jo vetëm më shumë vizitor, por edhe një kohë zgjatje të qëndrimit të tyre në Shqipëri. Zonat jo bregdetare kanë përjetuar një rritje të vizitorëve të huaj me 20.6%, çka tregon diversifikimin e destinacioneve turistike. Shqipëria vlerësohet nga mediat amerikane jo vetëm si një vend i bukur turistik, por edhe shumë mikpritës. Sipas CNBC, Shqipëria është një vend ideal edhe për të jetuar për të gjithë ata emigrantë apo amerikanë që duan të emigrojnë. Shqipëria listohet në mesin e 5 vendeve më mikpritëse në Europë për emigrantët amerikanë, në një artikull të publikuar në faqen zyrtare të televizionit amerikan CNBC. Lehtësirat në qëndrim si dhe kostot e jetesës vlerësohen si të favorshme për ata që duan të largohen nga SBA-t e të rifillojnë nga e para diku tjetër. Jo vetëm kaq, por Shqipëria rekomandohet edhe për mikpritjen e ngrohtë, si dhe ndërthurjen e bukurive natyrore e plazhet e bukura. Shumë amerikanë jetojnë në kryeqytetin e vendit, Tiranë, ku komuniteti i emigrantëve është i fortë dhe anglishtja flitet gjerësisht. Por Riviera shqiptare nuk duhet ta anashkaluar. Vija bregdetare e saj përgjatë detit jon ka disa nga plazhet e peizazhet më të bukura në të gjithë Europën, shkruhet ndër të tjera në artikull. Shqipëria prezantohet kështu si një mundësi për të jetuar krah vendeve si Spanja, Portugalia, Franca dhe Holanda.
Pavarësisht rritjes së numrit të automjeteve në vend, sipas Eurostat, Shqipëria renditet e parafundit në Europë për nivelin e motorizimit, ndërkohë që rajoni i veriut të vendit rezulton të ketë numrin më të lartë të automjeteve për banor. Shqipëria mbetet një nga vendet me numrin më të ulët të automjeteve për 1000 banor në Europë. Sipas të dhënave më të fundit të publikuara nga Eurostat, Shqipëria renditet pas Turqisë, e cila mban pozicionin e fundit në kontinent për numrin më të ulët të automjeteve në raport me popullsinë. Rajoni i veriut rezulton të jetë më i motorizuari në vendin tonë me 260 makina pasagjerësh për çdo 1000 banor. Në vend të dytë renditet qendra e vendit me 226 automjete për 1000 banor, ndërsa niveli më i ulët është në jug, ku janë regjistruar 212 makina për të njëjtën njësi popullsie. Kjo diferencë mund të lidhet edhe me karakteristikat demografike të rajoneve. Pavarësisht timit të automjeteve në vend, Shqipëria mbetet larg mesatares së BE-s, që kap shifrën e rreth 550 makinave për çdo 1000 banor. Për vitin 2023, rajonet me shkallën më të lartë të motorizimit në BE ishin në Itali, ku shënua shifra prej 2295 automjetesh për 1000 banor. Finlanda, Greqia, Holanda dhe Çekia kanë po ashtu rajone me shkallën më të lartë të automjeteve për numër popullsie. Të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik zbulojnë se 1 në 10 meshkuj shqiptar përjeton depresion dhe ankth, por shumica e tyre e neglizhon. Specialistët thonë se shkak për të mos pranuar probleme të tilla është mentaliteti dhe stigma. Meshkuj shqiptar nuk i pranojnë problemet me shëndetin mendor. Të dhënat e ISHP-s tregojnë se 1 në 10 meshkuj përjetojnë depresion dhe ankth, por ndryshe nga femrat, burrat nuk i pranojnë shqetësimet dhe nuk kërkojnë ndihmë tek specialisti, edhe pse neglizhimi mund të përkeqësojë situatën e tyre. Sipas psikiatrëve, kjo ndodh për shkak të mentalitetit të popullatës. Janë meshkujt ata që nuk kërkojnë ndihmë, për shkak edhe të mentalitetit që ne kemi, sepse një burr duhet jetë i fortë, një burr është shtylla e shtëpisë, ai nuk mund të vuajë nga problemet e shëndetit mendor, sepse fatkeqësisht vazhdon të mbetet akoma mendimi që një sëmundje e shëndetit mendor kurohet vetë. Problemet e shëndetit mendor ende janë stigmë, edhe pse mos trajtimi i tyre mund të shkaktojë edhe probleme fizike. Vështirësia jonë është shumë e madhe tek fakti që nuk pranohet qoftë nga vetë personi apo nga familjarët e tij. Për shkak të stigmës që ekziston akoma në popullat, nga problematikat e shëndetit mendor, vijnë dhe shumë ankesa fizike, ankthin me tipare somatike. Shkaqet kryesore të problemeve mendore, ekspertët rendisin varfërinë, statusin ekonomik, përdorimin e substancave, stresin dhe traumat që mund të ketë përjetuar individi. Partitë politike në Kosovë dështuan për të 19 herë për konstituimin e kuvendit dhe teksa palët fajsojnë njëra tjetrën, shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas në kuadër të një turi ballkanik parashikon që të njëjtën në Prishtinë të takohet me partitë politike, por nuk ka specifikuar emra konkret. Ka dështuar edhe përpjekja 19 për konstituimin e kuvendit të Kosovës, ndërsa vazhdojnë akuzat dhe kundër akuzat për këtë blokad. Nuk është e qartë se çfarë do opozita. Nuk ka shumicë parlamentare. I bëjmë ftesë të reflektoj, të ndroj kandidatën dhe të ecim tutje. Ti po i zbulohet mashtrimi, se ky është në regjim mashtrues, se ka shumicën, edhe po manovron me këto. Pikërisht ky ngërç institucional ka bërë që edhe BE në njoftimin për vizitën e përfaqësueses së lartë të BE-s Kaja Kallas në Kosovë të mos specifikoj me kë do të zhvillojë takimet ajo, derisa për vizitën në Beograd dhe Shkup është specifikuar agjenda. Ajo çfarë dihet për vizitën e saj në Kosovë është se do të ketë takime me përfaqësues të partive politike dhe të shoqërisë civile, ndërsa do të mbajë një konferencë për media në zyrën e BE-s në Kosovë. Ajo do të vizitojë edhe misionin e BE-s të sundimit të ligjit e ULEX, ndërsa do të takohet po ashtu edhe me komandantin e KFOR-it. Pas Kosovës, Kallas do të qëndrojë në Shkup. Papa Leoni XIV ofrohet të ndërmjetësoj për paqen mes Rusisë dhe Ukrainës. Ati i shenjtë është i gatshëm të pranojë propozimin e presidentit amerikan Donald Trump, i cili sipas mediave amerikane duket se po tërhiqet nga përpjekjet për arritjen e paqes në Ukrainë.
Papa Leoni i 16 është gati të ndërmjetësojë në Vatikan bisedimet e paqes mes Kievit dhe Moskës. Konfirmimin ja bëri vetë kreu i Shtelisë së Shenjtë, kryeministres italiane Giorgia Meloni, me të cilën zhvilloi një telefonat. Shefi i qeverisë së Romës ja bëri propozimin pas një tjetër bisede me presidentin amerikan Donald Trump. Shefi i Shtëpisë së Bardhë u shpreh të hënën pasi bisedoi në telefon me Vladimir Putinin se Vatikani ishte vendi ideal për të vazhduar bisedimet e drejtpërdrejta të nisura javën e kaluar në Stamboll. Sipas një analize të prestigjioze amerikane New York Times, ky propozim i shefit të Shtëpisë së Bardhë tregon se nga garancia se do të gjente zgjidhje për konfliktin Kiev-Moskë që në ditët e para të presidencës së tij, tani po a lën në dorë palëve në konflikt ta gjejnë vetë paqen. Duket se Trump po dorëzohet pasi nuk arriti rezultate në telefonatën me Putinin. New York Times shkruan se Trump nuk ka ndërmend as të rikthejë ndihmën për Ukrainën dhe po ashtu është kundër vendosjes së sanksioneve shtesë ndaj Rusisë, ndryshe nga ç'kishte paralajmëruar në rast se negociatat nuk do të prodhonin rezultate. Ndonse fillimisht e njohur rezultatin e balotazhit të së dielës në Rumani, kandidati humbës pro-rus për president Gjorgj Simeon do të kërkojë nga gjykata kushtetuese anulimin e këtyre zgjedhjeve siç bëri me ato të shtatorit. Pro-rusi Gjorgj Simeon që humbi në balotazhin presidencial të së dielës përballë kryebashkiakut pro-europian të Bukureshtit kërkon përsëritjen e zgjedhjeve presidenciale. Kalin Georgescu. Ashtu siç u përjashtua nga gara me patëdrejt Kalin Georgescu me një vendim të pabazuar në asnjë fakt nga gjykata kushtetuese, ne e sfidojmë në këtë gjykatë zgjedhjen e Nikushor Danit president. Në një konferencë për shtyp, lideri i Partisë së Djathtë Radikale Aleanca për Bashkimin e Rumunëve hodhi akuza për manipulim të rezultatit të zgjedhjeve dhe se rivali Nikushor Dan u ndihmua në mënyrë të fshehtë nga Franca dhe Moldavia me financime dhe fluks postimesh në rrjetet sociale në favor të tij. Akuzat e tij lidhi me deklarate e Pavel Durovit, drejtuesi të rrjetit të mesazheve Telegram, i cili një ditë pas balotazhit në Rumani tha se shërbimet sekrete franceze i kishin kërkuar të bllokonte të gjitha postimet në mbështetje të radikalëve të djathtë në Rumani. Deklaratat e Durovit u mohuan kategorikisht nga qeveria franceze. Durov dyshohet për lidhje të fshehta me Kremlinin. Arkeologët kanë gjetur 47 monedha që i përkasin kohës së mesjetës në manastirin e Shënmërisë në Ballsh. Për studiuesit, këto gjetje do të shërbejnë për ndriçimin e kësaj periudhe historike në këtë zonë. Këto monedha të shekullit të 13 janë gjendur në manastirin e Shënmërisë në Ballsh. Janë 47 të tilla dhe arkeologët i quajnë një thesar. Një pjesë e tyre janë restauruar ndërsa të tjerat po i nënshtrohen atij procesi. Në dritë kanë dalë imazhe të ndryshme dhe të qarta ku janë gdhëndur figura perandorësh dhe shenjtorësh. Arkeologët i quajnë të rëndësishme jo vetëm për formën dhe veçantinë e tyre, por edhe për vetë historinë e manastirit. Siç po duket nga puna restauruese, po del që ka psuar një ndikim të madh nga një temperaturë e lartë, nga një zjarr. Po na jep një indikacion edhe për një moment me gjatë shkatërimit të manastirit i përkasin këtyre perandorëve Teodor dhe Manuel të Seranikut. Restauratori Frederik Samati tregon procedurën e restaurimit dhe ruajtjes së tyre në kushte të duhura. Ishte një punë tepër vështirë dhe shumë delikate sepse betonellat kishin një korozon të tillë që ishte i përzirë me materialet që ishin në tokë dhe tepër i fortë. Në sipërfaqe monedhave kishte njolla të zezë, të cilët nuk ishin në rrugët normale të pastrimit. Janë 47 ekzemplar bizantin në bakër, ndërsa këto monedha hedhin më shumë dritë edhe për politikën monetare të periudhës së mesjetës. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit për vëmendjen tuaj.